LDK-ën e kam një propozim. Nëse nuk mundem me evitu zgjedhjet, shkojnë në zgjedhje, po votën e gjithë LDK-ën dolë me e pora, e ta zgjidh me këtë çështje, për shkak se këtë fokusi është botë LDK. Nëse LDK-ja ky faktor i cili po perceptohet mas zgjedhjeve, atëherë nuk e di pse s'u votu gjatë zgjedhjeve. Se s'u votu mos në dekote gjatë ky interesim, apo votan që peshav, apo votan jo vetëm në studio televizive, vërtet interesante. Shiko, debati publik ka dol me gabimet tona, ka dol u plasu. Do të më zhvillu mbranda, në momentin që jep kryetori dorëheqje, këtë kryesia është ndërheqje. Këtë kryesia është ndërheqje, ndëgjam, nuk ka nevojë me dol se me thonë në po jap dorëheqje, jo, nuk i shkë me dhon dorëheqje, se ndërheqje e tërë kryesia, kryetori me gjithë kryesinë. Si pas statusit, kryetari i zgjedh kryesinë apo kuvendet zgjedh? Kryetari i propozon. Kryetari i propozon. Pse kuvendi ka dhënë legitimitetin. Prandaj nëse shikoni vendimet e kuvendit fundit, faktikisht cilat autorizimi ka dhënë janë me shkrim. Kryetorit i ka votu. Shumica pa absolut të gjithë e kanë votu. Po kupton, diversitetin e kena ruajtur në momentin ndërsa vendimet në fund gjithë e kena votu. Prandaj kryesia, kur të është kryetore, janë gjithë. Tash nuk është kryetori në rreqe, për kërkon një grupi i për 140 nuk është ajo problem. I mjaftueshëm është për thirrjen e kuvendit në rregull, statutarisht, edhe respektohet kjo. LDK-ja i respekton normat statutare, respekton demokracinë, diversitetin, mendimin e kundër. LDK-ja zhvillon debate, por debati që u plasua ka dalë jashtë, kur të gjithë mirën me LDK-n, momentin kur interesi publik do të jetë i fokusuar drejt ndërtimit institucioneve. LDK-ja ka presuar negociatat. Ka përcimin ngërçit politik institucional. Kosova sa qytetarët e saj pas zgjedhjeve në nevojitet faktikisht krimi institucione. Arsyeja pse po mirë